Të dashur shqiptari, dua shumë, kam përgatitur listën e qyteteve ilire të saktë, vendbanimet ilire, çdo gjë ilire. Dhe jam rrëzuar si zakonisht për tokë, nuk mund të flas, më këputen gjunjët. Juve nuk mund të pranoni në Europë për një fakt shumë të thjeshtë. Të gjitha qytetet e lashta ilire kanë emra grek dhe disa prej tyre kanë emra kelt. Nuk ka absolutisht asnjë emër shqiptar, nuk ekzistojnë fare fiset shqiptare, nuk janë regjistruar. Ilirët flisin greqisht, shkruanin greqisht, shtypnin monedhat greke, zgjidhin arhon ose gjykatës një herë në vit në krye të qytetit, si bashkiakët që janë në Shqipëri sot, zgjidheshin në mënyrë demokratike, ata krijuan mbretërinë Helene ilire. Më besoni. Është mbretëria e parë e botës në Europë. Mbretëria e parë është mbretëri greke. Nuk kujtonim se ishte mbretëri shqiptare. Ilirët kishin amfiteatro grek dhe dëgjonin tragjeditë e Eskilit, Sofokliut, komeditë Aristofanit. Në greqisht, në origjinal, ishin grek. Emrat e tyre i shkruanin grek të thjesht, në shkallët e amfiteatrit janë gjetur. Janë gjetur emrat e grekëve të thjesht, lundërtarëve, pranë Vlorës, në një shpellë. Kur niseshin ata në udhëtim, shkruanin lutje, luteshin Afroditës. Në Shqipëri, shqiptarët kanë qenë analfabet deri në vitin 1970. Regjimi komunist e zhduku analfabetizmin. Pra ne nuk dinim të shkruanim. Si ngritëm ne amfiteatrët grek, si ka mundësi që ne dëgjonim tragjedi greqisht. Ne nuk dim origjinën e qyteteve ilire. Dhe unë kam bërë një eksperiment. Ju a kam lexuar disa herë shqiptarëve në TikTok, në biseda të drejtë për drejta, dhe ata nuk janë në gjendje t'i mbajnë mend emrat e qyteteve ilire gjatë bisedës. Unë ju a them dhe mi them atyre mi përsërisni. Nuk janë në gjendje t'i përsërisin. Për arsye sepse emrat e qyteteve ilire janë grek dhe kanë shqiptim në greqisht. Dhe edhe ata që banojnë sot në Greqi, njohin greqishtën moderne, jo ato të lashtën, edhe nuk janë në gjendje të mbajnë mend, sepse shqiptari nuk mund të shqiptojë një fjalë mbi dy rokje, kemi një tru majmunor. E them me dhimbje shumë të thellë. Ndërsa emrat e qyteteve ilire janë me 3 rokje, 4 rokje, edhe me 5 rokje. Dhe unë ja them shqiptarit emrin e qytetit ilir, i them ma përsërit, nuk është në gjendje ta përsërisi. Ja shkruaj unë në TikTok, në bisedën e drejt për drejt, poshtë emrin e fisit ilir, nuk e shqipton dot. Dhe nuk e mban mend dot. Pra jo vetëm shqiptarët nuk e kishin idenë se kush ishin emrat e qyteteve ilire, nuk janë në gjendje t'i mbajnë mend 2 minuta. 2 minuta. A u bindet përfundimisht që ilirët ishin grek? Shqiptari nuk është në gjendje të mbajë mend në TikTok emrin që unë ja përsëris disa herë, emrin e qytetit ilir. Është kaq tragjike. Nuk jemi budallënj, po nuk përdorin fjalë të gjata. Truri ynë nuk është i përgatitur të mësoj emra të gjatë. Tani, neve na kanë thënë që mbi 70 qytete ilire u dogjën nga romakët. Është e vërtet, po ato u rindërtuan edhe një herë dhe mbas pushtimit të Romës vazhduan të flisin greqisht. Mbas pushtimit të Romës vazhduan të përdorin monedhat greke të tyre dhe vazhduan të dëgjonin Eskilin dhe Sofokliun. Jo vetëm kaq, po romakët u mrekulluan kaq shumë sa që i përkthyen këto vepra dhe filluan të imitonin në gjuhën latine. Dhe nuk janë gjetur pllaka në gjuhën romake në Shqipëri, thua sikur ne nuk kemi qenë të pushtuar nga romakët. Janë gjetur pllaka greke dhe janë 224.000 pllaka greke, pra ilirët flisin greqisht. Këto pllaka janë në bodrumet e Akademisë së Shkencave. Janë 2 opsione, 2 mundësi. Ose duhet të shkatrohen, ose duhet të dërgohen në Greqi, se nuk janë tonat. Pra ne kemi bërë apokalips. Kemi ngjallur të vdekurit, por këta të vdekurit nuk flasin shqip, flasin greqisht. Tani kjo është arsye që ne nuk duam të na pranojnë në Europë.
konsiderohet territor grek, ne duhet të mbyllim urgjentisht kufirin me Greqinë. Kur them urgjentisht, në moment që ti tani lexon këtë film, po ti je patriot, ti merr një cfurk, merr një çekiç, merr një armë çfarë do që gjen në shtëpi, një kobure të lashtë nga muzeu, thjesht për të trembur sorrat, dhe ti duhet shkosh urgjentisht në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe të ruash kufirin, sepse Edi Rama e ka bllokuar mundësinë që të përdoren postat kufitare. I ka dhënë këto gangsterëve, ju ka dhënë këto gjoja për zhvillim turistik, po ka hequr postat kufitare në Sarand, në Dhërmi, në Shëngjin, në Durrës. Ne nuk mbrëmi dot po të na sulmojnë. Ne Greqia mund të na sulmojë nesër dhe të na pushtoj jo me ushtar, por me turist. Jemi komplet të parmatosur, nuk kemi posta kufitare. Aq keq është situata. Mbronja dhe unë braktiseni protestën urgjentisht dhe lexoni listën e fisëve ilire dhe përpiquni t'i mbani mend sepse janë në greqisht që gjitha. Nuk ka emra shqiptar. Sot do të mësojmë shkakun e vërtetë se përse Shqipëria, Kosova dhe pjesa shqiptare e Maqedonisë nuk mund të futen në Europë. Ato quhen fatkeqësisht vendbanime të lashta greke. Kjo është lista origjinale e përditësuar dhe të gjitha vendodhjet gjeografike moderne. Unë quhem Andi Zeneli, kam përgatitur fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe këto janë qytetet ilire që kam zbuluar. Pra, janë në ish Jugoslavinë e sotme, janë pjesë të Greqisë, janë dhe pjesë të Italisë dhe pjesë të Maqedonisë. Ankiale, në Pomorje, Bullgari, Bregdeti Detit të Zi, Athamania, është rajoni e Pirit, Vargmali i Pindit, Greqi, Aiginion, Kalabaka, Greqi, afër Meteorës, Aquilina, Istria, Kroaci, pranë kufirit me Italinë. Alkomenai është rajoni i Pelagonisë afër Prilepit, Maqedonia e Veriut. Amantia është në Ploç, në Vlorë. Apollonia është në Pojan, në Fier. Araksai, ose ndryshe Araksoi, ishin banor të Akajas në Pelopones, pra janë Akeas, ilirët. Arbona është në Rab, ose ishulli Kres, Kroaqësi. Ardea është afër Romës, por është dhe origjina e fisit Ardiej. Harpia është një qytet pranë Ohrit, pranë Pogradecit, pranë Enkelejve. Harra është zona e Maqedonisë së lashtë, kufiri me Ilirin. Astraja është në Dibër. Unë jam nga Dibra, nga qyteti Peshkopis, qyteti i lirë që është e Astraja, do thot ullësi. Apsoros është pikërisht në Kres, quhet Osor, në Kroaci. Begis është krahina e Liburnis, Bregdeti Verior, Kroaci. Bolouros, zona e kufirit i lirë Maqedonas. Bouthoe, Budva në malin e Zi. Boulinoi, Bregdeti Adriatikut jugor, Gryka e Kotorit. Bounos, zona e Pirit të Veriut, është ndoshta në himarën e sotme, Vuno. Bryks, zona e Liburnëve, Adriatiku Verior, Kroaci. Byllis është në Hekal, Mallakastër. Gylakeia është në Pojan të Fierit, është emri origjinal i Apollonisë. Dalmion është në Tomis, është një qytet në Kroaci. Delminium është në Kroaci dhe në Bosnjë, Hercegovinë. Dasaretai është një rajon pranë Korçës dhe Ohrit. Dizeros, kjo është një territor i madh, është në zonën e Dardanëve dhe është në Bosnjë. Dyrakion është në Durrës. Engelanes është zona e qytetit pranë Ohrit, pra është qyteti i Enkelejve.
Enkelis, do thot ngjala, është vend pranë qytetit të Ohrit. Epidamnos është emri i qytetit të Durrësit origjinal. Japodes është në Lika, Gorski Kotar, Kroaci dhe në Bosnjë. Japygia është në Puglia, në Gadishullin e Salentos. Jas, zona Liburnëve, bregdeti i veriut të Adriatikut. Ionion Pelagos, deti Ion, është emër grek. Pelazg, pra Pelazgët ishin grek. Isa, quhet ndryshe edhe Pelazgjia. Lissos, Lezhë, Lyknidos, Ohri, Maqedonia e Veriut. Magia, ky qytet gjendet pranë Zvicrës së sotme. Tmer, Megara është në Greqi, edhe sot e kësaj dite pranë Athinas është dhe në Shqipëri. Melitousa është qytet Pelazg dhe grek njëkohësisht. Në miljet të Kroacisë, Narbis, zona Lubit Naron, Neretva, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë. Nestos është lumi Nestos në Greqi, është qytet i lirë. Tmer, Nikaja në Klos, qytet grek i lirë, sepse i lirët ishin grek. Oidantion, zona e mbretërisë së Dasaretëve, është emër grek i lirë. Olbia është zona në detin e Zi, është dhe në Iliri. Tmer, Olimpe në Mavrov, në Vlorë, është qytet grek sepse ilirët flisin greqisht. Orgame në Jurilovca, në Rumani, afër kryqëderdhjes së Danubit. Parthos, lungina e Shkëmbinit. Pra Tmer, emër grek. Pelion, do thot ngjyrë gri, është në selcën e poshtme në Pogradec. Pola ose Pula në Kroaci, qytet grek, ilirët ishin grek. Praknos, zona e veriut të Ilirisë, emër grek në Kroacinë e sotme. Rizon, Rizani i sotëm në Malin e Zi, akoma kanë mbetur këta emra grek. Ilirët flisin greqisht. Salona, Solin në Split të Kroacisë. Sardos, ishulli i Sardinjës, Itali. Tmer, emër ilir grek, por është dhe në Kosovën e veriun e Ilirisë. Sarnus, zona e liqenit të kufirit midis Maqedonisë dhe Ilirisë. Syberos, zona e Dardanëve, emër grek. Llaftar, Taulantioi, fis ilir grek. Më besoni. Pranë Durrësit të sotëm dhe Fierit. Tegestra në Trieste, në Itali. Tralia, zona e kufirit verior të Ilirisë me Trakan. Tribaloj, Lugina e Moravës, Serbi dhe në Kosovë. Hyllejs është në Gadishullin Pelisjaç, në Kroaci. Hyskana në Kërçovë dhe në Dibër, Maqedonia e Veriut. Faros, ishulli Hvar, Stari Grad, Kroaci. Helidonoi, do thot dallëndyshet në greqisht. Tmer, në kufirin Ilira Piriot. Prandaj kam vënë dhe këtë fotografi të bukur që ju ta shikoni këtë film, sepse vetëm gocat bukura shikoni, prandaj e nxorë me këtë figurë. Që ta mësoni kokë shkret që ilirët ishin grek. E kolonizuan të gjithë Gadishullin Ilirik dhe e quanin Aimos, që do thot Gadishulli i gjakut në greqisht. Ju faleminderit shumë dhe ky është shkaku që juve nuk mund t'ju fusin në Europë, sepse për fat keq Greqia këmbgul që Shqipëria, Kosova, Maqedonia janë provinca greke. Ju faleminderit dhe shpërndani këtë film dhe mos bëni më demonstrata, është e kotë, nuk ju fusin në Europë, duhet t'i mbyllim kufit, të mbrohemi nga Greqia, është rreziku ynë shekullor.